Si e shikoni ju informacioni që keni ju për këtë? Tani, Irani është një vend demokratik ku ke liri mendimi edhe ka demokraci të paparë, domethënë, edhe më shumë demokraci se sa në Evropë. E dyta duhet kemi parasysh gjeografinë e Iranit. Irani është një vend aq i madh sa të marrësh Spanjën, Francën dhe Gjermaninë së bashku. Domethënë nëse e vë Iranin në hartën e Evropës, Irani fillon në ngushticën e La Manshit dhe Gibraltarit dhe përfundon në Hamburg dhe në Kaliningrad. Është aq i madh. E dyta është që Irani nuk është komb shtet. Aty Irani është një Jugosllavi islamike. Aty ke Baluç, ke Turkmen, ke Azer, ke Kurd, ke Arab. Po, 40% janë minoranca. Po. Dhe nga këto minoranca më e madhe janë azerët, që janë diku te 20-30%. Janë 2 herë më tepër se sa janë në Azerbajxhan, dhe madje edhe presidenti është azer dhe vetë Khamenei ishte gjysmë azer. Edhe vetë Khamenei azer, dhe flasin azerçe, dhe por rreth 50% janë ata që njihen si persë. Dhe duke qenë që ky vend është një Jugosllavi islamike, gjëja e vetme që i bashkon këto kombe është Islami dhe Islami shiit, se shumica e popullatës është shiite. Por çka ka ndodhur është që, sidomos me ardhjen e Khameneit, jo Khomeinit, pas mbarimit të luftës Iran-Irak, në Iran janë zhvilluar rryma që duan një të shekularizojnë vendin, dy rryma që donin që të pajtoheshin me perëndimin, dhe kjo shihet edhe në debatet politike në mediat iraniane etj. Për shembull, presidenti që është tani në pushtet, Pezeshkiani, erdhi në pushtet duke propaganduar që do bashkohemi me perëndimin, do ndahemi nga Kina etj. Dhe ajo që theti është e vërtet, domethënë pjesa fetare në Iran janë diku te 20%. Dhe pjesa tjetër e popullsisë është, domethënë Irani është shumë i ngjashëm me Shqipërinë. Shumë i ngjashëm. Imagjino, domethënë vetëm diferencë është sikur neve në Shqipëri Amerika na vinte në pushtet Ahmet Kalan, edhe xhamati Dine Hoxhës merrte gjithë institucionet. Dhe ata që janë qafira dhe ateista do të revoltoheshin gjithë, po nuk kishin çfarë të bënin. Dhe ky është Irani, dhe Irani ka shumë kontradikta brenda. Por kur vjen puna që vendi sulmohet, iranianët janë shumë patriotë. Lufta e qershorit 2025, kur Netanyahu bëri luftën e parë, sulmin e parë, i ka bashkuar të gjithë iranianët. Edhe dëgjoj, në Iran ndoshta konsumohet më shumë alkool dhe drogë se sa në rrugët e bllokut në Tiranë. Ka prostitucion që të hikën trunin. Por edhe iranianët nuk janë arab, domethënë janë shumë ngjashëm me ne shqiptarët. Janë indo-evropian, një pjesë e madhe e popullsisë. Po, di që janë indo-evropian dhe e di madje që kanë një orientim perëndimor, nuk e kanë qef bashkimin me Kinën dhe me Rusinë, si popullsi. Po jo, në Iran i gjen të gjitha, por domethënë bashkimi është edhe kjo, domethënë që kur është bërë revolucioni islamik i Khomeinit, ata ishin shumë anti-sovjet, shumë anti-rus. Kjo është një nga arsyet pse amerikanët i toleruan. Po puna është që këto sanksionet që i ka bënë Amerika, luftrat e gjërat, i kanë detyruar që të thehen nga Kina dhe nga Rusia. Dhe në momentin që vendi sulmohet, iranianët i harrojnë të gjitha ato që kanë. Kriza më e madhe që ka patur Irani ka qenë në vitin 2022, nga që këto, më duket që në kohën e Ahmadinexhatit, ka filluan të implementonin disa politika ku i detyronin gratë që të mbanin shamit e tjerë. Bilesun kur kam shkuar në Iran për herë të parë në 2007, unë u skandalizova, që me avionin që vija nga Stambolli për në Teheran, shoh në avion gra me piercing, me barkun jashtë, me cicat jashtë, që sa po zbresin në aeroportin e Teheranit, fillojnë bëjnë shamite dhe ferexhet, edhe u skandalizova. Dhe kur takova një hoxh, i thash, ore çfarë jeni duke bëjë? Thash, si impononi shamin kurvave? Shumë brutalisht, thash. Domethënë se ato femra ishin me drogra, me gjëra, sepse sipas konceptit tim, nuk edhe çato të Kurani, nuk imponohet dot feja tek ata që nuk duan besojnë. Dhe por domethënë në Iran janë bërë politika të atilla që në 2022 kur bën ato protestat e Mahsa Aminit,
qeverisë islamike po i dilte pushtetin nga dora sepse e panë që nuk e mbanin dot më popullatën e tyre. Gjëja tjetër që duhet të kemi parasysh është që Perëndimi shpenzon miliarda dollar kundër Iranit. Dhe këto dollar shkojnë atë që quhet si soft power në pushtetin e butës. Nëse ti je profesor universitar në Iran dhe je me influencë, ty do të ofrojnë bursa në Angli, në Gjermani, në Amerikë, në Izrael, dhe po pranove që të punosh me armiqtë e vendit tënd, do të mbajnë me lek gjithë jetën. Është një vend që Perëndimi e ka penetruar shumë, ka shumë vjedhje, shumë korrupsion. Në Iran nuk ka kontroll pasurie, sikur na bën neve Edi Rama që na kërkon të di edhe sa lek kemi në xhepa. Dhe duke qenë që regjimi nuk është i fortë dhe që është penetruar shumë nga Perëndimi, ka sidomos këto shtresat e pasura të qyteteve, sikur Teherani, Isfahani e të tjerë, janë shumë anti-islamike. Por në fund të ditës Irani është demokraci, njerëzit shkojnë në zgjedhje dhe pushteti manipulohet e bëhet. Por çfarë ka ndodhur në Iran vitin e fundit dhe këtë vit është që pushteti islamik është forcuar shumë. Populli tani po e kupton që ajo që ajatollahët thonin ndër vite që i kemi armiq amerikanët dhe që sloganet e ditëve të premte të hoxhallarëve ishin Merk Berk Amerika, vdekja Amerikës, Merk Berk Israel, vdekja Izraelit, po duket që janë të vërteta. Gjëja tjetër që i ka sensibilizuar iranianët është ata kanë padur fatin e irakenëve, e libianëve, e sirianëve, ku Perëndimi ka hyrë, ka rrëzuar diktatorët, por vendet janë shkatruar. Dhe Irani në kundërshtim me vendet e tjera të rajonit ka patur stabilitet, duke qenë që është Irani, domethënë nuk është shtet, Irani është perandori, duke qenë që është një shtet i madh, 90 milion banor, edhe duke qenë që kanë qenë në sanksione që nga 1979, iranianët janë shumë kreativ dhe prodhojnë çdo gjë, që nga Coca-Cola deri te motorat dhe makinat i prodhojnë në vendin e tyre dhe kur shkon në Iran, vendi është shumë i izoluar, por ty të duket sikur je në një planet tjetër, çdo gjë është ndryshe. Edhe dua të them që Irani është shumë kompleks, por iranianët kanë këtë që janë krenar për historinë e tyre, dhe kur armiku i jashtëm i sulmon, ata mobilizohen. Një nga arsyet pse revolucioni islamik i Khomeinit pati sukses, është se Perëndimi çoi Saddam Husseinin që të sulmojë Iranin së bashku me këta mujahidinët e Mandës. Dhe kjo është ajo që i mobilizoi iranianët, dhe kjo është ajo që forcoi pushtetin e Khomeinit. Dhe sulmi që ndodhi, po. Do me thënë, ti thua që shoqëria iraniane për këtë moment është e unifikuar. Protestat që ndodhen patën, do me thënë, një numër të madh të vrarësh e destabilizuan regjimin? Jo, nuk e destabilizuan regjimin protestat që nisën në datën 27 dhjetor 2025. Ato ishin protestat e pazargjive të Teheranit, se duke qenë që Irani është në sanksione, të bësh tregtin Iran është shumë problematik. Dhe çfarë i ndodhi këtyre dyqanxhive të telefonave celular, se ata ikin me çanta në dorë, sikur neve në vitin 90 kur bëjmë pazar. Blejnë telefona në Turqi për shembull, Samsung, Huawei, çfarë blejnë. Dhe telefonat që ata kishin bler, ishte bler për shembull telefonin se ata shesin me Tuman, e kishin bler për shembull telefonin me vlerë $50 dhe do e shisnin $100. Çfarë bën amerikanët, sikur shpjegoi edhe ky sekretari i thesarit në Amerikë, amerikanët nëpërmjet Dubait nisën një projekt për të destabilizuar ekonominë e Iranit, filluan nëpërmjet Dubait duke blerë në mas humanin iranian. Dhe kjo qeveri e Pezeshkianit që është shumë liberale, lejon biznesmen huaj që të vinë dhe të blejnë monedën vendase. Sepse ai po thoshte shumë mirë se po na vin dollar, po na rritet valuta. Më pas çfarë ata bën amerikanët, se ishte si këto goditjet që bën Sorosi, që bënte nëpër bursa, nisën të shesin në mas humanin dhe kjo shkaktoi
për gjysmimin e vlerës. Dhe këta tregtarët e pajisjeve elektronike nisën protestë, që në Iran ka përdit protesta. Ama që ndodhi është që CIA dhe Mossadi Izraelit vunë me njerë në përdorim agentët e tyre, ku u përdor edhe Manza në Shqipëri, ku për shembull nuk e dia ke parë Al Jazeera ka prodhuar para ca vitesh edhe një dokumentar se çfarë bëhej në Manës, ata kanë call centers. Dhe këta çfarë bëjnë, marrin njerëz në telefon për shembull, marrin Olsin që jeton në kombinat, e i thon, dëgjoj, do t'jap 20.000 euro dhe lekët i marrin havala, shkojnë njerëzit në për exchange që i marrin. Nëse ti shkon, djeg xhamin e kombinatit me bombë molotov, djeg edhe rajonin e policisë. Dhe kështu krijuan banda alabakësh në qytete të ndryshme. Përveç kësaj, CIA dhe Mossadi futën rreth 40.000 pajisje Starlinku dhe protestat që nisën të bënin biznesmenët për rënien e Tumanit u morën nga këto grupe të armatosura, pak a shumë atë që bënte CIA me neve në vitet 97 në Shqipëri, kur digjej Lushnja, digjej Tirana etj. Është një skenar që ka shpjeguar edhe Mero Ballde në librin që ka shkruar. Dhe përveç kësaj u futën armë dhe dron dhe filluan që të goditen institucione shtetërore. Kur Khamenei e pa që protesta doli jashtë duarsh, ai urdhëroi gardën revolucionare dhe basixhët, që janë polici vullnetare, që të shtypin protestuesit e dhunshëm. Dhe ndodhen luftime, por duhet ta kuptojmë që Irani është shumë i madh, është domethënë nga Spanja në Gjermani. Në qytete ndryshme, sepse u futën grupe me mujahidin, me kurd, me terroristë arab etj. Dhe u desh që të bëhet luftë në qytete dhe sipas statistikave të qeverisë iraniane, pati nëse jam gabim rreth 3.700 të vrarë, ku nga këta shumica ishin civil, polic, ushtarak, dhe rreth 800 ishin çfarë qeveria iraniane